Në pranverën e vitit 1945, mijëra të rinj shqiptar nga Kosova u nisën drejt një rruge pa kthim. Ata u mobilizuan me premtimin se do të shkonin në front për të luftuar, por rrugtimi i tyre përfundoi në një nga tragjeditë më të mëdha të historisë shqiptare, e njohur si masakra e Tivarit. Të çarmatosur dhe të lodhur nga një mashëm i gjatë, kolonat e rekrutëve shqiptar mbërritën në qytetin e Tivarit në bregdetin e Malit të Zi. Aty, në fund të marsit dhe në fillim të prillit të vitit 1945, ndodhi një nga episodet më të errta të historisë shqiptare të shekullit 20. Brenda pak orësh, mijëra shqiptar të paarmatosur u qelluan me armë automatike nga forcat jugoslave, duke u shndruar në viktima të një makabre që për dekada mbeti e mbuluar nga heshtja. Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, situata në Kosovë ishte shumë e tensionuar dhe e pasigurt. Me largimin e forcave gjermane në fund të vitit 1944, territori i Kosovës u vendos nën kontrollin e ushtrisë nacional-qërimtare të Jugosllavisë dhe të administratës së re jugoslave socialiste. Në këtë periudhë u vendos administrim ushtarak dhe u ndërmarrën operacione për çarmatimin e grupeve shqiptare që kundërshtonin rikthimin e Kosovës nën Jugosllavi. Largimi i gjermanëve nga Kosova në nëntor të vitit 1944 nuk solli lirinë e shumëpritur, nuk solli lirinë e merituar për shqiptarët e Kosovës me theks të veçantë. Kjo mbase për arsye sepse brigadat serbe, malazeze, bullgare, maqedone depërtuan në Kosovë e që kryen masakra ndaj popullatës civile shqiptare. Këto masakra, këto krime mbështeteshin në një projekt të ideuar nga Vasop Qiprullović, e që ishte projekti i dytë i tij, për shkak se projektin e parë për çështjen shqiptare kishte bërë në vitin 1937, ku kishte paraparë shprehnguljen në masë të madhe të popullatës shqiptare, ndërsa në projektin e dytë, që kishte bërë në nëntor të vitit 1944, ndër të tjera ai potencon dhe titullon atë projekt si e ardhmja e Jugosllavisë së re. Në kuadër të këtij projektit ishte paraparë që Jugosllavia të dominohej kryesisht nga sllavet, duke përjashtuar etnitë të tjera jo slave nga Jugoslavia. Bazuar në këtë projekt, brigadat serbe, malazeze, maqedonose filluan një ofenzivë të papaum ndaj popullatave jo serbe, jo slave në kodër të Jugosllavisë. Kësaj krime të përmasave të mëdha u bën ndaj gjermanëve, ku vetëm në zonën e Banatit u depërtuan mbi 500.000 gjerman. Me këtë rast filluan edhe mobilizimi i përgjithshëm i shqiptarëve, që ka detyroi një masë të madhe të shqiptarëve për ta kundërshtuar këto projekte dhe për ta kundërshtuar këtë dhunë të cilën e ushtronte pushteti jugosllav i asaj periudhe kohore. Shumë shqiptar kishin shpresuar që pas luftës Kosova të bashkohej me Shqipërinë, por vendimet politike të kohës e rikthyen atë brenda Federatës Jugoslave. Kjo krijoi pakënaqësi të mëdha dhe rezistencë në disa zona, veçanërisht në Drenicë, ndërsa në të njëjtën kohë filluan mobilizimet e detyruara të mijëra shqiptarëve për frontet e luftës. Partia Komuniste Jugoslave e asaj periudhe kohore dhe udhëheqja jugoslave kishte dhënë 2 urdhra të njëpasnjëshme për shqiptarët me theks të veçantë. Në njërin anë kishte paraparë mobilizimin e dhënshëm, mobilizimin e përgjithshëm të shqiptarëve për të kontribuar në luftën antifashiste gjëjase, në luftën antifashiste nacional qërimtare, me motën gjithçka në front e gjithçka për frontin, ndërsa në anën tjetër repartet të ndryshme jugoslave u mobilizuan dhe u vendosën në Kosovë. Kësaj në hapësirën shqiptare në kuadër të Jugosllavisë u vendosën mbi 40.000 forca elitare jugoslave, e që kryejnë krime të përmasave të gjenocidit në Kosovë. Këto masakra filluan që nga nëntori, pra pas largimit të gjermanëve, nëntori vitit 1944, dhjetor, janar, shkurt. Këtë kuadër filloi edhe mobilizimi i dhunshëm i popullatës shqiptare. Pra, të gjithë ata të cilët ishin të gatshëm
për të mobilizuar, do thotë ishin të gatshëm, kishin kohën, moshën, si ishte paraparë në projektin e Vasoqi Prilloviqit. Pra nga mosha 16 vjeçare deri në moshën 45 vjeçare, u detyruan dhunshëm të mobilizoheshin për nevojat e armatës jugoslave. Nga gjysma e dytë e vitit 1944, vetëm ishin fut forcat partizane serbe në territoret shqiptare. Dhe unë mendoj se kjo ka qenë mire planifikuar. Me qëllim që të mos kenë rezistencë këto forcat partizane nga ana e popullatës vendase, ata do të gjejnë një formë të mirë në këtë aspekt që meshkujt të cilët ishin të aftë për luftë t'i rekrutonin dhe t'i kalonin diku më larg, e që në këtë rastin konkret do të shkonin në frontin e Slovenisë, atje, për të luftuar gjoja forcat naziste. Dhe mendoj se ja rritën qëllimin në këtë aspekt. Kjo për mu ka qenë një anë e mire planifikuar, të cilët mbas kësaj ata e kanë ditur se një pjesë e madhe nuk do të ktheheshin më nga fronti, e realisht ishte një lloj spastrimi etnik. Në fillim të vitit të 1945, Komanda e Ushtrisë Nacionale Qëllimtare të Jugosllavisë urdhëroi brigadat shqiptare të Kosovës që të dërgoheshin në frontin e Sremit në Serbi për luftimet përfundimtare të luftës. Shaban Poluzha, komandant shqiptar nga Drenica, refuzoi këtë urdhër për disa arsye. Në Drenicë po ndodhnin operacione të ashpra ushtarake kundër popullsisë shqiptare dhe kishte mosbesim ndaj qëllimeve të autoriteteve jugoslave ndaj shqiptarëve të Kosovës. Pas refuzimit të urdhrit, Poluzha dhe forcat e tij hyn në konflikt të hapur me partizanët jugoslav. Kjo çoi në atë që historia e njeh si kryengritja e Drenicës e vitit 1945. Ajo çfarë është e rëndësishme ta potencojmë se ky mobilizim u ndërprej në një periudhë të caktuar kohore, pra rreth një muaj, për shkak të rezistencës gjithpopullore e që kulmoi në regionin e Drenicës që udhëheqej nga Shaban Poluzha. Kjo rezistencë ka ndikuar pozitivisht që programi Vasoqi Prilloviqit mos të jetësohet karshi çështjes së shqiptarëve, por me shurjen e rezistencës gjithpopullore që u organizuan me theks të veçantë në rajonin e Drenicës, rifilloi prapë në mars të vitit 1945, rifilloi mobilizimi i pjesës së dytë të popullatës shqiptare në Kosovë. A mund të shihet mobilizimi i mira shqiptarëve nga Kosova drejt Tivarit si një akt hakmarrjeje apo ndëshkimi politik pas rezistencës së armatosur që udhëhiqej nga Shaban Poluzha? Pas përplasjes së forcave të Poluzhës me Ushtrinë Nacionale Qëllimtare të Jugosllavisë dhe shtypjes së kësaj kryengritje, a u përdor mobilizimi detyruar i të rinjve shqiptar si një mënyrë për të dobësuar potencialin e rezistencës shqiptare në Kosovë dhe për të larguar nga vendi një pjesë të madhe të popullsisë së aftë për armë, zhvillime që më pas do të lidhen me tragjedinë e njohur si masakra e Tivarit. Sipas asaj që unë domethënë kam hulumtuar deri më sot, është si rezultati asaj që ata hasën në rezistencë nga forcat partizane të Shaban Poluzhës. Dhe kjo ishte një hakmarrje praktikisht. Mobilizimi për Tivar ishte një lloj hakmarrje. Që ti mobilizonin këta njerëz dhe ti dërgonin diku sa më larg territorit të Kosovës dhe këta që mos mund të ktheheshin ose ata që do të ktheheshin, dikush do të kthehej domethënë i gjymtuar, dikush do të kthehej me pasoja e tjera e tjera. Por ka pasur masakra të tmerrshme, sidomos po flas para masakrës së Tivarit, duhet potencohet kjo sepse ka mjaft dokumentacione në këtë aspekt, sidomos shquhet masakrat e forcave partizane qetnike në Tetov dhe rrethim. Shkojnë deri në atë shkallë këto masakra, sa përveç që i mbysin njerëz, përveç se i largojnë domethënë nga vatrat e tyre, dhunshëm. Ata ja u djekin shtëpitë, e rrjedhimisht ja mbysin edhe kafshët. Me qëllim që në qoftë se dikush ka ikur në mal dhe ata nuk kanë mund ta gjejnë në atë moment kur janë kryer këto veprime, edhe pasi të kthehen me u pamundsuar jetën atyre njerëzve. Pra një masakër e mirë
planifikuar. Me vendosjen e administrimit ushtarak të Jugosllavisë në Kosovë, pas përfundimit të luftës së dytë botërore, filloi një periudhë e mbushur me frikë, represion dhe pasiguri. Forcat nacionale çrrimtare të Jugosllavisë ndërmarrën operacione të ashpra ushtarake për të konsoliduar pushtetin dhe për të shtypur çdo formë kundërshtimi ndaj rikthimit të Kosovës nën administrimin jugosllav. Me vendosjen e administrimit ushtarak do thotë u morën masat drastike ndaj popullatës shqiptare në Kosovë. Kësaj dhuna dhe represioni arriti kulmin. Vetëm në këtë periudhë kohore mbi 35.000 ushtar elitar jugoslav u vendosën në hapësirën e regionit të Drenicës me theks të veçantë. Marrë në tërsi, nëse bëjmë një analogji, Drenica në atë periudhë kohore kishte më pak banor se sa që kishte ushtarë të cilët u mobilizuan. Kjo u bë me arsyetimin kryesor se donin ta shunin rezistencën dhe kësaj ta jetësonin programin e Vaso Qiprëlloviqit që Jugoslavia të mbetej vetëm e jugoslave. Pra, të dëbënin të gjithë ata të cilët ishin të gatshëm të luftonin dhe më pas të merreshin masa ndaj popullatës në formë që këta të shpërnguleshin nga Jugoslavia. Sepse Vaso Qiprëlloviqi në ndër të tjera në programin e tij kishte thënë, citoj: ajo çfarë mund të bëhej në periudha të luftës për ditë të caktuar nuk mund të bëhej në dekada në kohë paqe. Andaj është koha që të veprojmë tani. Me këtë motivacion filloi edhe masakra dhe mobilizimi i shqiptarëve. Rekrut shqiptar nga Kosova u mobilizuan nga partizanët jugoslav me shkasin për të shkuar në frontet e Stremit të Vojvodinës dhe atë të Adriatikut, në veri perëndim të Jugosllavisë kundër forcave gjermane. Pikëmbledhja e këtyre ushtarëve u caktua Prizreni. Savo Drlović, që ishte komandant i asaj periudhe kohore, që ishte komandant i njësive partizane që vepronin në Kosovë, urdhëroi mobilizimin e përgjithshëm. Kësaj mbi 15.000 qytetarë shqiptar u mobilizuan për gjatë muajit mars. Ky mobilizim ka ndikuar që të bëhet edhe masakra siç ndodhi ajo në Tivar. Por është e rëndësishme ta themi që për gjatë rrugës, duke filluar nga Suhareka, Prizreni, Kuksi, Fusharëzi, për të arritur më pas të Lumi Buna, mbi Shkodër, deri në Tivar, me 10 mijëra shqiptar u ekzekutuan. Sipas burimeve historike, mbi 1.000 qytetar shqiptar, pra vetëm nga mobilizimi ku ka filluar nga Prishtina, Drenica, për të vazhduar më pas Ferizaj e qytetet tjera të Kosovës, mbi 1.000 qytetar janë vrarë vetëm deri në Tivar. Këto burime më pas i ka dokumentuar edhe shteti shqiptar, duke akuzuar kësaj ministrat njëri tjetrin për mos reagim ndaj krimeve që janë bërë ndaj popullatës, ndaj atyre rekrutëve që u mobilizuan për nevojat e armatës jugoslave. Gjatë rrugtimit të mijëra shqiptarëve të mobilizuar nga Kosova drejt Tivarit, situata ishte jashtëzakonisht e rëndë dhe çnjerëzore. Rekrutët, shumica të rinj dhe të paarmatosur, u nisën në kolona të mëdha nën përsjelljen e forcave të Ushtrisë Nacionale Çrrimtare të Jugosllavisë. Ata u detyruan të marshonin për ditë të tëra në këmbë, nëpër rrugën që kalonte nga Prizreni nëpër territorin e Shqipërisë, Kuksit, përmes Shkodrës dhe për të arritur më pas në bregdetin e Malit të Zi. Gjatë këtij marshimi, shumë prej tyre u përballën me uri, lodhje të skajshme dhe dhunë nga rojet ushtarake. Kur kolonat mbritën në Tivar, në fund të marsit dhe në fillim të prillit 1945, rekrutët shqiptar u grumbulluan nga një hapësirë e madhe e portit dhe në disa objekte të mëdha të përdorura si depo apo magazina ushtarake. Pikrisht aty, në kushte të mbipopulluara dhe nën roje të armatosura, ndodhi tragjedia që historia e njeh si masakra e Tivarit. Posa arritën në Tivar, sipas dëshmitarëve të mbijetuar, ndaj tyre u kryen krime nga të gjithë ata që ishin ato. Pra, u kryen krime nga ushtarët, u kryen krime nga civilet, u kryen nga mjekët, infermierët.
Azem Hajdini zonën një mbijetuar i masakrës së Tivarit, në rrëfimet e tij 8 prekse e trajton këtë çështje. Thotë ndaj neve shtin të gjithë, infermierët, mjekët, ushtarët, civilet, me armë zjarri, me armë hekuri, me shufra e me çështje, me çdo gjë që kishin mundësi. Pra, ky krim ishte i inskenuar asisoj që edhe brenda një periudhe të shkurt kohore edhe të zhdukej. Për këtë arsye, në historiografinë shqiptare, tani më, ka zënë një vend të veçantë kjo temë, për shkak se përmasat e krimit janë të gjenocidit. Unë do të përmend një fakt që këtu po e përmend për herë të parë. Kam pas rast dhe kam takuar njëri që ka qenë i rekrutuar dhe që është kthye përsëri, domethënë, në Kosovë, i gjallë, dhe ky person ka qenë karakteristike gjithmonë, nuk jeton më, kur ka fjetur në dhomë, është dashur patjetër t'ja lanë poçin elektrik dhezën. Po. Dhe e kam pyet pse, prej se është kthyer. Dhe të ma vonë mora vesh, edhe ai mas insistimit tim më tregoi, prej se është kthyer nga ajo plojë gjallë, në momentin që e kupton tha që nuk është i dhezur poçi elektrik vetëm për 8 natën. Tha, për këtë, duke qenë se rryma ndalet te na, tha ne jemi detyruar që së bashku me poçin t'ja lëmë edhe një qiri dhezën. Që në rast se ndalet poçi elektrik, atëre ka qirën dhezën. Se për ndryshe tha vetëm për 8. Si pasojë e asaj çka ka përjetuar në këtë masakër. Numri i viktimave tek masakra e Tivarit nuk është përcaktuar me saktësi dhe mbetet një nga çështjet më të debatueshme mes historianëve. Për dekada me radhë, mungesa e dokumenteve të plota arkivore dhe heshtja e autoriteteve të Jugosllavisë e bën të vështirë përcaktimin e shifrës reale të të vrarëve. Për numrin, dhe mendoj se ka variuar, unë mendoj se nga ato kulumtimet e deritanishme janë forca mbi 1500 vetë që e pësuan. Nuk duhet hitesh me numër saktësisht, por mbi 1500 vetë po, dhe një numër i madh që rekrutuan, dhe unë mendoj se mos përmendja nga ana e institucioneve edhe nga ana e njerëzve kompetent pas vitit 1945, pas luftës dytë botërore, nuk u përmend kjo, thuj përmi 40 vite, mendoj se këta njerëz janë vrarë 2 herë, janë masakruar 2 herë. Një, kur u masakruan në Tivar, domethënë në prill të vitit 1945, dhe masakrimi i dytë ndodhi me heshtjen e intelektualëve edhe me heshtjen e njerëzve të cilit ishin kompetent për të folur, për të ndriçuar këtë ngjarje. Për dekada me radhë, masakra e Tivarit mbeti një nga ngjarjet më pak të trajtuara në historinë zyrtare të Jugosllavisë. Regjimi i kohës e shmangu përmendjen e saj në tekstet historike dhe në debatet publike, duke e paraqitur luftën si një histori të bashkimit dhe të fitores së përbashkët të popujve jugoslav. Për këtë arsye, çdo ngjarje që mund të nxirrte në pa krime apo tensione ndëretnike, si ajo që ndodhi në Tivar, u la në heshtje për shumë vite. Është me rëndësi ta potencojmë që i pari që ka folur për këtë temë është vetë Aleksandr Rankovići në maj të vitit 1945 në një prej forumeve të Partisë Komuniste Jugoslave që vepronin në kuadër të Jugosllavisë. Ai ndër të tjera thotë se ka ndodhur një incident përgjatë dërgimit të rekrutërve shqiptar në frontin e Adriatikut. Ai potencon se vetëm si rezultati i gabimit ka ndodhur mbi 450 janë vrarë. Por një nga studiuesit Robert Elsi me të drejtë potencon për vetë faktin nëse ata kanë pranuar se kanë bërë krime mbi 400 janë vrarë, kjo shifër duhet të jetë shumë e lartë sesa
që ata vetë e kanë pranuar dhe kanë quajtur si incident, pra flet vetëm për Tivarin, por harron faktin ta potencon që përgjatë rrugës me mijëra rekrut janë vrarë. Sipas Uran Butkës, një studius që është marrë me këtë problematik, 1/3 e të gjithë atyre që u dërguan do thotë u vranë. Shifrat janë të ndryshme sa i përket numrit të vrarëve dhe të ekzekutuar në këtë masakër, por variojnë mbi 2000 të vrarë, pra nga rrugtimi, nga depërtimi nga Kosova deri në Tivar, e që kjo masakër përbën një nga ngjarjet më të dëmshme në historinë e popullit shqiptar të Kosovës. Ajo çfarë është e rëndësishme të themi që në vitet 60 Enver Hoxha e potencon që vetëm në hapësirën shqiptare janë vrarë mbi 1200 shqiptarë të cilët ishin rekrutuar. Do të thënë një prej plenumeve të Partisë Komuniste të Shqipërisë, ai potencon që mbi 1200 shqiptarë janë vrarë padrejtësisht në hapësirën e Shqipërisë, e që ishin në përcjelljen e divizionit të 46 të armatës jugoslave të përbërë nga brigadat 25, 26 dhe 27 jugoslave. Duke qenë se kolonat e rekrutëve shqiptarë nga Kosova kaluan përmes territorit të Shqipërisë, gjatë rrugës drejt Tivarit, lind pyetja nëse autoritetet e kohës ishin të informuara për këtë mobilizim dhe për fatin që mund t'i priste këta të rinj. Disa studiues ngrenë dyshime se udhëheqja komuniste shqiptare e drejtuar nga Enver Hoxha mund të ketë qenë dijeni të lëvizjes së këtyre kolonave. Shteti shqiptar ka hisën këtë masakër. Sepse edhe nga dokumentacionin, qofse i referomi, po edhe nga njerëzit e cilët i kemi intervistuar para 15 viteve, në rezultonët dhe e thonin troqët ata, se në momentin që kemi hyrë në territorin e Shqipërisë, po, kemi hasë të njerëz të uniformuar. Edhe ata njerëz të uniformuar, duke menduar këta se do të afrohen afër tyre dhe ata do t'i ofronin ndihmë, në realitet ndodhe kundërta disa prej tyre, po i akuzojnë se janë spion të Gjaferdevës. I akuzojnë bashkëpunëtor të Gjaferdevës. Dhe ata na treguan, na thonë kështu, se në momentin që jemi ofruar afër tyre për të kërkuar ndihmë, ata shpesh na thonin se ju tash duhet shkoni dhe të kërkoni ndihmë te Gjaferdeva. Dhe tjetra ka pas njerëz të pa uniformuar, popullata e thjeshtë, të cilët, siç tregonin ata, ju ka ardhur keq kur i kanë pa atë turmë të madhe të njerëzve, atë kolon të madhe të njerëzve, ju ka ardhur keq. Disa janë afruar në mënyrë të mësheft që mos t'i hetonin policë të cilët ishin duke i përcjell rekrutet, ju kanë ofruar ujë, ju kanë ofruar bukë, por shumë në mënyrë të fshehtë. Pra, në këtë aspekt mendoj se ka mjaft çka të sqarohet në këtë drejtim. Pas priqjes së marrëdhënieve të Shqipërisë me Jugosllavinë në vitin 48, një numër i madh i njerëzve nga Kosova edhe nga pjesë tjera të Jugosllavisë, shqiptar kryesisht, e kalojnë kufirin në Shqipëri. Dhe ata deponojnë deklarata. Në institucionet përkatëse në Shqipëri deponojnë deklarata. Në deklaratat e tyre japin dhëna interesante dhe japin përshkrime që do thoje janë drithëruese për masakrat që kanë ndodhur nga forcat, siç i quajnë ata në dokumentacion e forcat titiste, japin domethënë përshkrime se si janë para fëmijëve janë ekzekutuar. Dhe si në mënyrë dhunshme i marrin, do thotë edhe i rekrutojnë në Tivar. Dhe si një pjesë e tyre nuk janë kthyer fare. A kishte komunikim dhe bashkëpunim mes udhëheqjes së Enver Hoxhës dhe autoriteteve jugoslave për këtë marrëshim të detyruar? Duke pas parasysh për masën e kësaj masakre që ka ndodhur, unë mendoj se komunikimet janë të pakta që janë zbuluar
çfarëdo që të ketë pasur më herët, dhe megjithse nuk janë zbuluar deri me tani, atove për ne mbesin, domethënë, fiktive. Përderisa nuk zbulohen, përderisa ne nuk i vëmë në dispozicion të studiosëve dhe të interesuarve tjerë, këto janë fiktive. Andaj, detyrimisht, edhe është obligim, edhe do të thoya moral, edhe obligim kombëtar, që në qoftë se ka shteti shqiptar dokumentet tilla t'i vënë në dispozicion. Dhe unë mendoj se duhet ketë ende materiale në këtë drejtim, që duhet ja u vë patjetër studiosëve dhe të interesuarve të jenë në dispozicion, me qëllim që të sqarohet sa më shumë edhe të hidhet dritë mbi këtë ngjarje. Sepse janë botuar, sidomos pas viteve të 90-ta, janë marrë edhe studiosë tanë, si Muhamet Pirako, Hakif Bajrami, ka botuar kujtimet Azem Hajdini Xhani, mandej është marrë Zoti Butka, etj, mirë po, ende jemi domethënë në nivel ku duhet kërkohet mënyrë grupore të hulumtohet në për institucione me qëllim që të zbardhet sa më mirë dhe sa më drejt kjo ngjarje. Kush duhet të mbajë përgjegjësi për tragjedinë e masakrës së Tivarit? A bie përgjegjësia kryesore mbi Ushtrinë Nacional-Qeverimtare të Jugosllavisë, apo një pjesë e përgjegjësisë bie edhe mbi autoritetet shqiptare të udhëhequra nga Enver Hoxha, të cilat nuk ndërhyjnë për të mbrojtur qytetarët e Kosovës gjatë këtij marshimi fatal? E para, duhet mbajnë përgjegjësi ish udhëheqësit e Kosovës. E kam fjalën ish udhëheqësit komunistë. Sepse nga disa ditar ka dhe shënime që ish udhëheqën e implikojnë këtë masakër. Dhe kam bindjen se pak ish udhëheqësja komuniste e Kosovës pak është sqaruar në këtë drejtim. Përderisa ata nuk janë sqaruar në plotni dhe përderisa nuk dalin dokumentet e mjaftueshme, atëherë sigurisht se përgjegjësia është mbi ta. Po sigurisht edhe hisën tjetër e ka edhe shteti shqiptar. Fajtor kryesor për masakrën e Tivarit është Partia Komuniste Jugoslave, OZNA Jugoslave, e më pas brigadat malazeze, me tekst të veçantë brigada e 10 malazeze që kanë kryer këtë krim. Për këtë krim, fatkeqësisht, ende deri me sot askush nuk u dënuar. Dhe mund të themi që mosdënimi i këtij krimi ka ndikuar edhe më pas edhe në një luftë e re në kodër të Jugosllavisë që ndodhi në vitet 90-ta. Për shkak se sikurse të ishin dënuar ata të cilët kanë kryer këtë krim ndaj bashkëluftëtarëve të tyre, gjërat do të rrjedhin krejt ndryshe. Edhe pse mobilizimi i mirë shqiptarëve nga Kosova nga Ushtria Nacional-Qeverimtare e Jugosllavisë ishte një akt i detyruar dhe i dhunshëm, ai nuk përfundoi tek masakra e Tivarit. Ajo që është më rëndësi ta potencojmë është që përveç masakrës së Tivarit, që ka ndodhur në prill të vitit 1945, po në prill të atij vitit ka rifilluar dhe mobilizimi i tretë i popullatës shqiptare në kodër të Jugosllavisë. Për gjatë muajit prill mbi 5.000 shqiptarë të moshës nga 16 deri në 65 u mobilizuan dhunshëm dhe u dërguan po në këto fronte, por në Isre, pra në kufirin me Italinë, dhe sipas të dhënave burimeve historike, mbi 1.000 janë vrarë vetëm në një vend. Pra, është krimi i dytë më i madh pas Tivarit, është ai i vitit, po mëna i prillit të vitit 1945, ku mbi 1.000 qytetarë shqiptar me tekst të veçantë nga Maqedonia u ekzekutuan në mënyrë më brutale, siç ka bërë edhe Hitleri me hebrejt në luftën e dytë botërore. Edhe pse numri sakt i viktimave të masakrës së Tivarit nuk dihet, kjo nuk e bën ngjarjen më pak të dhimbshme. Mijëra shqiptar u nisën drejt një rruge që u shndrua në tragjedi dhe dhimbja e tyre mbetet pjesë e kujtesës së historisë kombëtare. Historia kërkon që dikush të mbajë përgjegjësi për këtë krim dhe të dënohet për shkakun e humbjes së jetëve të pafajshme.